Sa të lezetshëm. Dy brejtës në kërkim të një parku argëtues. Kujt I thua brejtës ti moj motër? Unë jam një lebrush. Ndërsa unë jam shërbëtor ti. E dija se diçka fshi. Oh, Meg. Kujto qenin e bëjkat Meg, shkop. Lulja ime, zogza ime, adhurura ime, çfarë ndodhi saktësisht, Meg? Mendoj se do të arrije ta bindje e rojtarin në lume të bashkoj me skuadrën time për të bërë një revolt. Dhe ja ku gjendëm pa rojtar. Unë bëra çmunda, por më bëri një ofertë që mu desh ta refuzoja. Në rregull. Kështu në vend që të zbriqet 2 vjet, do të shtoj dhe 2 të tjera. Edhe unë bëra çmund. Dëgjoj, nuk ishte fajim, por I ati Asganit, Herkulit. Herkul? Çfarë më kujton? Kë emër? Se di, base I kemi para borx. Çfarë? Si ishte emri që the? Herkul. Ishe I së një sylesh fshati, por unë ja çora maskën sa hape mbyllësi. Pa prit pak, a nuk ishte Herkul emri atij fëmijë se duhet të kishim perëndit e mia. Jam bazi. Shtu që nga një kujtese për të, ha? Top në vend se një stërhel. A nuk ishin pikërisht këto fjalët tuaja? Unë të jem dhe një Herkul tjetër. Po, Herkul është një emër për shumë I përhapur. A mban mend që para pak vitesh të gjithë djemë quheshin Xhazan dhe vajzat Britney? Arri në pikën e riorganizimit të kozmosit, ndërsa I vetmi që mund të më pengoj, bën shëtitje në përpyrje! Ne mund t'ja ndërpresim shëtitjen! Të pakte e bëm të vdekshëm. Kjo është gjë e mirë, apo jo? Për fatin tua jeni akoma në kohë për të korrigjuar këtë gabim kaq trashëgimi. Dhe këtë herë nuk dua asnjë gabim.